Është e vërtet që shumë prindër shqetësohen kur fëmia i tyre nuk fillon të flasë në kohë. Por vonesa në të folur nuk do të thotë domosdoshmërisht autizëm. Fëmijët nuk zhvillohen të gjithë njësoj, disa flasin herët, disa më vonë. Disa kanë nevojë për më shumë kohë, për më shumë përqafime, për më shumë fjalë të dëgjuara çdo ditë. Nëse fëmia juaj ju shen në sy, luan, qesh dhe kupton fjalët tuaja, shpesh është në rrugën e duhur. Këto shenja tregojnë një zhvillim social dhe kognitiv të shëndetshëm, duke ndërtuar bazat për komunikim. Por nëse ndiheni të pasigurt, mos prisni në heshtje. Flisni me pediatrin ose logopedin, ndihma e hershme bën diferencën. Këta profesionistë mund të ofrojnë udhëzime dhe strategji të personalizuara për të mbështetur zhvillimin e të folurit. Mos harroni, ju jeni prindi që ai ka nevojë më shumë se çdo specialist. Dashuria, durimi dhe komunikimi juaj janë mësimi më i bukur që mund t'i jepni. Vazhdoni të krijoni një mjedis të pasur me fjalë dhe dashuri, dhe do të shihni fëmijën tuaj të lulëzojë.